fjalët e tua janë cop, ashtu je edhe ti, unë nuk i marr parasysh çka je ti dhe çka thua ti, s'më plas fare çka je ti. Kjo fjali e thënë nga Arditi ndaj Albës në Big Brother Kosova nuk ishte thjesht një shpërthim emocional i momentit, por një pasqyrim i qartë i tensioneve, egos dhe mënyrës se si disa banorë zgjedhin ta zhvillojnë lojën. Përmes nënçmimit dhe zhvlerësimit personal, Big Brother Kosova është një ambient ku presioni, izolimi dhe loja përfitore nxjerrin në pah karakterin e vërtet të secilit. Në raste të tilla, fjalët peshojnë shumë më tepër se sa veprimet. Ajo që Arditi tha nuk ishte kritik konstruktive ndaj mendimeve të Albës, por një sulm i drejt për drejt ndaj personalitetit të saj. Kur debati kalon nga argumentit e ofendimi, loja humb nivelin dhe shndërrohet në përplasje egoje. Alba, pavarësisht mënyrës se si mund të perceptohet nga publiku apo banorët e tjerë, në atë moment u përball me një gjuhë që synonte ta ulte, ta zhvlerësonte dhe ta bënte të ndiej e pavlefshme. Fjali si s'më plas fare çka je ti janë ndër më të fortat emocionalisht, sepse nuk sulmojnë një veprim apo mendim, por vetë ekzistencën e tjetrit brenda lojës. Ky moment ngriti pyetje të rëndësishme për publikun. A është kjo strategji loje apo mungesë vetë kontrolli? A duhet të tolerohet një gjuhë e tillë në një format që ndiqet nga mira të rinj? Ku është kufiri mes lojës dhe fyrjes personale? Nga ana tjetër, Big Brother Kosova pikërisht këto situata i sjell në dritë. Ai nuk i fsheh konfliktet, por i ekspozon ashtu siç janë. Dhe kjo e bën publikun të reflektojë mbi mënyrën se si ne vetë flasim, gjykojmë dhe reagojmë në jetën e përditshme. Shpesh, ajo që shohim në shtëpi nuk është ndryshe nga debatet që ndodhin jashtë saj, vetëm se aty transmetohen hapur. Arditi, me këtë deklaratë, tregoi një anë agresive të lojës së tij, që për disa mund të duket si forcë, por për të tjerë si dobësi emocionale. Sepse forca e vërtet nuk qëndron te ulja e tjetrit, por te aftësia për